Për dosjen Çezdia, Ilir Meta dhe ish bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi do të përballen me gjykatën e posaçme në datën 9 tetor. Kjo pasi seanca e kësaj të enjteje që do të vendoste nëse ata do të uleshin në bankën e të akuzuarve përballë togave të zeza, u shty. E pandehura Monika Kryemadhi tha se s'pak ka dështuar të provojë akuzën, ndërsa prokurorët lënë për të dëshiruar me përgjigjet që u kanë kthyer SBA-ve dhe Britanisë së Madhe në 2 letër porosit që këto shtete i kanë kërkuar këtij institucioni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i thonë, a keni vendim gjykate për sekuestrimin e telefonit Monika Kryemadhit? Dhe SPAK-u ka gënjur dhe thotë që po, kemi një vendim gjykate, ku ju çon vendimin e gjykatës për sekuestrimin e telefonit të mamas time. Britania e Madhe ju thotë, ore zotrisë, po na keni shpjegu gjithë telefonin e kësaj zonjës dhe gjithë kurikulum vitan e zotit Meta. A mund të na thoni cili është krimi që ka bërë zoti Meta këtu? Dhe zonja Kryemadhi se nuk po shohim krim. Dhe tjetra, mos u talli me ne se ne nuk kemi stalker që ndjekim njerëzit dhe ju përgjojmë mesazhet e telefoneve. Kryemadhi bëri të ditur se do të thrasë dëshmitar të mbrojtjes edhe kryeministrin Rama. Patjetër, kryeministrin Edi Rama, shefin e kabinetit të tij Vali Bishgën, ish ministren Milena Harito, ku ndryshon një kriminal i cili i vendos pistoletën në kokë një biznesmeni, i vendos pistoletën në kokë një politikani, një ministri, një drejtori, një prokurori, apo familjarëve të tyre, nga një institucion, si ky këtu që është mbrapa, që kërcënon, intimidon, shantazhon, linçon një qytetar i cili nuk pranon të thot atë që ka dëshirë që të thot prokurori në dosje. Vendimin për kalimin apo jo për gjykim të dosjes e ka në duar gjyqtarja Irena Gjoka. Në bashkëpunim, ish presidenti Ilir Meta akuzohet se ka kryer korrupsion, pastrim parash e fshehje të origjinës së tyre në lidhje me dosjet Çezdia, lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shpenzime familjare.